Kush e bën ligjin në shtëpi, burrat apo gratë? Që është bëj zoti? Kush më i zoti, burrat apo gratë? Gratë. Kush e bën ligjin në shtëpi, burrat apo gratë? E bo palloshi gjatë, ai atje e bo. Kështu thuhet, transmeton. Ligjin e bëj palloshi gjatë atje. Atje. Ai e bo për gjithë burr. Po më gjithë ne palloshi gjatë po. Kush e bën ligjin në shtëpi, burrat apo gratë? Ja, ju si mendoni? Të shtëpia juaj kush e bën ligjin? Si mendoni ju? Gratë. Unë për vete bëj unë ligji, se bën gruaja. Gjithmonë burrët. Se do ta bëjnë burrat? Po i takon se në çik më të mesëm se gratë. Ato janë gjatë e më ndë skutë. Po të shtëpia juaj ti e bën ligjin? Ne e kemi ndarë që ta bëjmë të dy, po halli që më shumë unë e bëjmë. Kush e bën ligjin të shtëpia, burrat apo gratë? Se janë të gjithë vetët, ai me gjithë ne. Të shtëpia juaj kush e bën ligjin? Lafkot për lene. Kush ka të drejtë, burri apo gruaja? Për kohën që jetojmë qupe mirë, gruaja ka të drejtë. Koha ka ardhur e tillë. Burri e grua jemi pjesë e një thelbi familje. Kush e bën ligjin nga të dy? Kush? Kush e bën ligjin, burri apo gruaja? Nuk duhet ta bëjë ligjin as burri as gruaja, po ligj është ligj. Po gruaja duhet dëgjuar fjala e saj. Të shtëpia juaj? Te shtëpia ime kam fatin e mirë, që e kam kolege gruan, mësuese një jetë, dhe komunikojmë me njëri tjetrin mirë shumë. Opozitar po vëllezër. E ke parasysh brenda familjes, opozitar po vëllezër. Se çfarë është shpreha që gratë kanë gjithmonë të drejtë? Se gratë janë thelbi i familjes. Thelbi i familjes shqiptare. O them dërën sot që burrat, sepse gratë sot, edhe gratë kanë atë se kanë forcën e ligjit, kanë edhe imunitetin që të munin, të shtinë për fond, kurse gratë sot e kanë ligjin, sepse hikin sa anek nes të mësë i dhja zje bishin për pjetë, dalin mrapa mëzet, bëjnë prostitucion, anë burin e sëndojnë, një fjalë që i thot buri grus, gruja fut burin në burg, a dinon për jetë, anë i thot masanaj kalavarit. Ore thot, ku jeti thot, se e futat budalajnë në burg, hajde, pa vjeson dhe përdarë se kom therë gjelin e beut, shka kalavari ke gruja, po ke gruja këti tjetrit. Ore, po burg, ku ke, e futan burg budalajnë, ata marrin shok tjetër, mere, a në bën ligjin, ta mos i Saliu, që Saliu me 700 gram, me 700 politika, edhe së nda botën, së nda poplën e vret, që njerëzë me bomba molotove vrasë. Po Rama? Idi Rama? Për Ramën si them tëra je gjatë, ecë për para më se këthej kokë mrapa, se me ty jam, e me ty do jem gjithmonë. I minut, më se mëllë, unë du t'i themi Sali Berishës, Zoti Berisha, data 28 herdi, mos bë propaganda politike në Tiranë, sepse Tirana është Tirancave, nuk është të tropojanëve që i ke pru jaban gjithë edhe qëra gjithë në Tiranë, se një qëra banese i thonë 400.000 lek, kurse të tjerët janë ka 500.000, ka 600.000, për energji elektrike sa ka shku, për produktet ushqimore sa ka shku, mos bë propaganda me gjujtë kundra policisë edhe kundra shtetit, se shtetit të dinon, shtetit të dik, shtetit të mytë, me që i drovorët edhe i do që tralet janë të komunistave, i themi komunistave, armatozi sa më shumë me bomba molotove, shem në i do që tralet, ku do që janë, linje Shqiprin pa energji, se i ka ndërtu e në vërhoxha, i ka ndërtu komunizmi troj, roftë e në vërhoxha. Kush ka të drejtë në shtëpi, burrat apo gratë? Në thëmë vërtetën, dy palët kanë të drejtë. Burri ka punën që ka vetë me vetat, gruaja ka me vetat. Të dy palët janë të barabartë. Kush e bën ligjin nga ju të dy? Nga ne të dy, unë kam bashortin tim në fjalë, që ligjin e je burri. Pasaj, pos je burri, është gruaja. Kanë gratë të drejtë? Kanë, ku nuk është burri. Kur është burri, ja. Unë për vete ligjin me Adarin e bëj, është burri im, ma ne vion. Qatë thot a i bëhet aty? Nuk thot qatë thot gruaja, po qatë thot burri. Se është burri më i mirë se gruaja? Po burri, se burri e ka shtëpin e vetë, gruaja shkë kjo shtëpia burri, nuk shkën burri kjo shtëpia grus Kollavar, që të bëj gruaja ligjin, e bën burri mendimim, edhe unë Adarin kam që e bën ligjin. Pa fjallën e ti nuk bëhet gjë, edhe por dhe kur bëhet do meret fjalla nga tia.
Kush lodhet më shumë, ti apo burri? Ja, bashorti. Unë që lodhem, dal pi një kafe, dal pastroj diçka në shpi, se ke nevoj shpia, i to burri lodhet më shumë, se e kam dërtim. Ku varet dhe nga shtëpia, kush është më i forti. Te shtëpia juaj kush më i fort? Po jam vetëm, s'kam vdekun, kur të des unë, e merr tjetri. Kush ka të drejtë, burrat apo gratë? Një lloj është e punë. Një lloj është. Kur është një lloj, pse e bëni ju ligjin? Po burri është burr, ka ngel ajo punë, s'ka. Mos u lodh një kot. Ka dhe gra që bëjnë ligjin, gjejnë burrat e dobët i bëjnë. Ka që maroj ajo punë. Shumë e thjeshtë, mirë pafshim. Zakonisht burrat apo gratë? Ata më me vesh mbi. Te shtëpia juaj kush komandon, ti apo burri? Ja, burri. Ligjin gjasme e bëjnë burrat, po urdhrojnë gratë. Po te shtëpia juaj? Te shtëpia jone jemi kështu më tolerantë. Po ligjin e bën gruaja. Ka gjithmonë të drejtë gruaja që e bën ligjin apo si funksionon? Jo gjithmonë drejt. Jo gjithmonë drejt, po. Pse e bën ligjin? Pse e bën ligjin? Duke qenë shfryzon atë tolerancën time. Unë jam shumë tolerant, ajo abuzon. Apo gratë? Në tashi kanë marrë stafetën gratë. Kush ka të drejtë, burrat apo gratë? Po të dy palët kanë të drejtë, varet nga karakteret që kanë. Edhe burrat kanë të drejtë në njëherë dhe gratë kanë të drejtë. Po në shtëpinë tuaj kush e bën ligjin? Në shtëpinë time ligjin e bën unë jo njëherë. Merren vesh, nusja me djalin. Në rregull janë. Po mes ty dhe burrit kush e bën ligjin? E burrim nuk jeton. Kur ka qenë gjalla i e ka bërë. Ka 15 vjetë, ishte kohë tjetër atyre. Kanë gratë gjithmonë të drejtë? Gjithmonë s'kanë të drejtë. Kanë edhe gratë gabime. Po më pak se burrat. Po varet nga lloji i burrave dhe nga lloji i grave. Se ka ndonjëherë burra që e duan me shtat në çaçkët, po ka dhe gra që janë të padurueshme. Kush e bën ligjin në shtëpi, burrat apo gratë? Në kohën tonë, moshës time me fjalë, para demokracisë, ishin burrat. Kurse tashi, mendoj që të dy çiftet, si burri e gruaja. Te shtëpia juaj kush e bën ligjin? A ke shtëpia ime, unë vetëm me plakën jam. Ti apo gruaja? Po, lekët i mbaj unë për pasarë, më thot ajo. Kush ka të drejtë zakonisht, burri apo gruaja? Shiko, gruaja ka të drejtë, si në atë kohë tashi, në qoftë për shumë se mendon. Që ka lënë shtëpia atje, ka gjetë tu. Dhe në qoftë se i ka dhe nënë e baba atje, nënë e babë tu, çdo gjë shkon në rregull. Pastaj fillojnë ato divergjencët, që themi neve flet jastiku. Kurse në atë kohë tonë nuk flisë jastiku. Konisht në Tiranësit komandojnë burrat. Jo se janë cikqi gratë, se gratë marrin gjithë barën, po ka ekonominë burri edhe ka qenë respektu. Kush lodhet më shumë, burri apo gruaja? Për mu, të dyja, sepse vetë natyra ka kriju që të krijon edhe mi, dhe burri ka detyrim t'i maj me bukë, me veshje, me gjitha. Gruaja ka gjithë problemet e shtëpisë. Se thonë që kanë gratë gjithmonë të drejtë? Ose, kjo është shumë e vërtetë se tregojnë që gruaja ka fut shejtanin në shishe. 100 vjetë hoxha u lutte për me fut shejtanin në shishe. E futi. Shkoi gruaja për kuriozitet, hapi tapën, dul shejtani. Ti tha pas ke qenë këtu, po ty nuk gze, tha, jo nuk gze. Provoj, tha, tap, papi vëmë. Kush komandon në shtëpi, burri apo gruaja? Bashkë, burri, gruajën e mi pleshna, një lloj është ajo punë, barazi duhet. Te shtëpia juaj kush komandon, ti apo gruaja? Të dy bashkë, njani që i të merë kuptim, na imi brezi vjetër, ju brezi ri, ju, se në të vjetër im të mëllë tash. Faleminderit. Të komandojnë, gruaja mund të komandoj, kë shtëpia vetë për ka uja. Kush lodhet më shumë, burrat apo gratë në shtëpi? Valla, gratë lodhet.
Po çfarë unë lodh gratë. Pse mos ta bëjnë ligjin gratë kur lodhen? Ja, lodh, ja. Po çfarë lodh? Gratë. Kush komandon të shtëpia juaj? Gruaja. Gjithë thotë. Thot, nuk nëse jam pa qif, andana jo. Të dy bashk. Të shtëpia juaj kush e bën ligjin? Unë e bëj, burri. Pse edhe jo gruaja? Po thash të dy pra, të dy bëjnë. Po, më shumë burri e bën. Pse burri më shumë? Shqipëri, jemi në Shqipëri, më zë, jetim në Shqipëri. S'është për mua, është për tërë. Gratë e bëjnë më shumë, po që burrat duhet të bëjnë më shumë të më. Po tek ju të shtëpia juaj kush e bën ligjin? E po unë jam vetëm, burim ka vdekur, kështu që Kush ka të drejtë? Kush duhet komandoj sipas jush? po di unë si thoti. Gratë. Unë tashi komandoj vetë, jam vetëm. Apo jo. Po kur ishte burri, ishte i pari. Faleminderit.